Një zjarr që ka shpërthyer në lagjen Vizbek ka rrezikuar të përhapej edhe në pishinën që ndodhet në këtë lagje, e ku po pushonin rreth 100 persona të cilët po shfrytëzonin fundjavën për argëtim. Pronari i pishinës Baki Zeqiri tha se ekipi i parë i zjarrfikësve ka arritur me 25 minuta vonesë, ndërsa ekipi i dytë është dhënuar për më shumë se 1 orë. Ai thotë se të punësuarit në këtë pishinë bashkë me pushuesit parandaluan më të keqen. Rrezik shumë të madh, rrezik potencial për një zjarr me përmasa shumë të mëdha. Na ishim shumë përgatitur, patëm edhe mysafir të njëjtën kohë, mbi 100 mysafir, cilët i larguam menjëherë prej objektit tonë. Zjarrfikësit, ekipi i parë ka ardhur dikon 25 minuta, kurse po nuk e di a është normale 25 minuta ekipi i parë me ardhur, është okay. Po ekipi i dytë sigurisht që ka ardhur shumë me vonesë, dikon mbi 1 orë. Mbi 1 orë kanë ardhur edhe 2 kamion tjerë, që ajo ishte ekstrem. Po të ishin më të shpejt sigurisht që zjarri do të ndaleshe shumë më herët. Ndërkohë zëvendës komandanti i njësitit të zjarrfikësve tha se kishin arritur që me kohë ta shuajnë zjarrin dhe se për fat të mirë, pos dëmave nuk ka të lënduar. Prvično imavме dojava za deponija koja što je tuka nad Njustar. Imavме tamo 2 vozila i za nekoliko minuti imavме dojava za požar дека има пожарено жито во близина на ресторанот Njustar. Го пративме возилото од Бит Пазар како најблиска локација од подцентар и пристигна возилото и побара помош за дополнителни возила. Дополнителните возила беа од подцентар автокоманда, кои што дојдов и јас на лице место како одговорен. Ги распоредивме и го локализиравме пожарот за брзо време каде што нема нити повредени. Po zjarrit afër pishinës, paraprakishte edhe një deponi e egër në këtë lagje u përfshi nga flakët. Zjarrfikësit thonë se për shkak të terrenit nuk kanë arritur ta shuajnë tërësisht.